Jemi rikthyer, jemi live në review, teksa jemi duke diskutuar zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike dhe teksa më njoftuan fakt që ka nisur edhe procesi I numërimit të votave. Tashmë janë transferuar nga Pallati I Kongreseve aty ku është mbajtur sot kuvendi zyrtarisht në ambientet e selisë së Partisë Demokratike dhe të paktën sipas informacioneve pritet që deri në mesnatë të jepet edhe rezultati final për 200 emrat e Këshillit Kombëtar. Tedi Kopliku, drejtuesi Brain Gain nga Partia Demokratike, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Miguel Qeranxhi, aktivist nga Qendresa Qytetare, faleminderit shumë, ne si po ashtu. Tedi, të përmendëm në studio, në fakt, teksa ishim duke diskutuar dhe për emrat e rinj, risit, produktet e reja, u ndalën pak se koncepti vetë ripërtëritja sjell shumë nga këto pikpyetjet. Ti si e kupton, si I ri dhe si drejtuesi I Brain? Ripërtritjen ajo është një mesazh politik, është përzgjedhje dhe PR-it që ashtu. Çfarë do ndryshojnë Partinë Demokratike? Me që ti drejton dhe një departament që lidhet shumë me risin, me të rinjt. Është krejtësisht normale që Partia Demokratike do të përqafoj, po themi, atë edhe obsesionin e shoqënisë shqiptare për diçka të re, për ndryshim, dhe sigurisht që është një prej termave që ata kanë zgjedhur. Gjithsesi, përsa I përket trive, afrimit të frymëstre në Partinë Demokratike, ishte një qasje që ishte e shkruar edhe me ato ndryshime statuore, por për mendimin tim nuk duhet mu reduktu vetëm në disa ndryshime ligjore në thojza të funksionimit brendshëm Partisë Demokratike, por duhet pasqyruar edhe në vullnetin e Partisë Demokratike me afru të ri. Unë si drejtuesi I departamentit të Brain Gain, pra në 6 muajt e para drejtimit, departamenti Brain Gain ka pas rritjen më të madhe ndonjëherë, pra diku te 45%, pra që ka një lloj dëshire për mu atashu me Partinë Demokratike, pavarësisht cinizmi që trajtohet pra gjendja e brendshme e Partisë Demokratike, duke u shkput nga konteksti I përgjithshëm I Shqipënisë. Cinizëm? Po cinizëm, patjetër, sepse ne zoti Rama me drejt thotë 60% kohës ne në media trajtojmë I japim hapësinë opozicës. Patjetër, sepse e para punës ato që duhet me dhënë llogari nuk dalin në media dhe pjesën më të madhe të kohës ne trajtojmë çështjet e opozicës, që është diçka periferike dhe trajtojmë çështjet e brendshme partijake, sikur janë çështjet e debatit publik dhe merrena shumë pak me shkatrimin e funksionimit të institucioneve dhe merrena shumë pak me puçin institucional që qeveria Rama ka bë, pa fol për vjedhjen, pa fol për degradimin e cilësisë mësimdhënies, të shëndetësisë e tjerë, se po rreshtoj gjitha mos funksionimet që ndodhin në Shqipëri. Duhet që media ta transmetonte sot kuvendin apo se tani sot patjetër. Se duket deri pas herë, se na jepni vëmendje mediatike herë, pse nuk na jepni? Jo, s'thash këtë unë. Unë thash, unë morra me Ramin, nuk u morra me median. Media ka drejtën e saj, sidomos në bëshllekun dhe në vakumin që lën ato që duhet me dhanë përgjegjësi, ju do ta plotësoni me diçka, sepse është detyra juaj. Por unë jam të thënë diçka tjetër që do po thua. Pritshmëritë që kanë shqiptarët, media dhe gjithë aktorët pra shoqënisë shqiptare është po prap një lajm I mirë për Partinë Demokratike, sepse pritet nga Partia Demokratike me bë diçka që I tejkalon rolin që ka një parti politike një vend normal. Çfarë pret si drejtues I departamentit Brain Gain në Partinë Demokratike? Çfarë duhet të ndryshojë? Që t'jeni gati dhe në një për të maksimizuar votat, qoftë edhe për zgjedhjet lokale? Shiko, departamenti Brain Gain ka një nga filozofitë kryesore është millan hapsin gjithkujt. Pra nuk është shpesh trajtohet çështja e trive pse nuk I hapin rrugën. Trive duhet millan hapsinën për me bë politikë dhe me tregu pra idetë e tyne, me pas mundësi vendimarrjet, që Këshilli Kombëtar është një prej mundësive për me marrë vendime. Brain Gain ka kanë gjithmonë prej 3 vitesh hapsinë për me tregu vetin dhe shumë një prej tyne jam edhe unë, pra kam lënë Francën për Shqipërinë dhe një nga arsyet kryesore është Brain Gaini. Para se marrët këtu, po ndëgjosha një tri tjetër që është antarësuar në departamentin Brain Gain, kur unë morra drejtimin e departamentit dhe ai përballë po I thotë s'ka hapësina për të ri, s'është e vërtetë. Unë 7 muaj kam Partinë Demokratike, kam fol në kuvendin e Partisë Demokratike, kam fol në foltoren e protestës kombëtare, më janë publikuar gjitha publikimet e mia, pra unë jam bërë një figurë publike vetëm për 7 muaj brenda Partisë Demokratike. S'po them që s'ka pengesë dhe është perfekt brenda Partisë Demokratike. Por ne duhet dalim nga pra psikoza ose kafazi I thjesht konstatimeve që nuk shkojnë. Duhet në shku drejt zgjidhjes. Partia Demokratike po bën më mirë se kushdo tjetër. Nuk mjafton, sepse sot prap Shqipërinë drejton një autokrat si Rama, Shqipërinë e vjell një vagabond si Ergyll Sagasi dhe pra Partia Demokratike nuk e ka arrit akoma qëllimin e saj për
përmysjen, por po e bën më mirë se çdo aktor tjetër në Shqipëri rezistencën ndaj një regjimit autoritare siç është regjimi i qeverisë Rama, rilindjes shqiptare. Zoti Qipa në pjesën e parë solli në fakt dhe diskutimin me që po thoni që për Partia Demokratike po e bën më së miri që pastaj tu di marr sigurisht fjalën e Migenit. Më mirë se kushdo tjetër thash. Se nuk e përfshiva. Nuk mjafton ajo që po bën Partia Demokratike. Dhe absolutisht kjo është një prej edhe diskutimeve që po bëjmë dhe zoti Qipa tha në fakt Partia Demokratike duhet të zgjerohet për te pjesës brendshme, pra duke zgjitur gjitha problematikat edhe nëpërmjet partive të tjera opozitare. Krejtësisht dakord. Partia Demokratike është... Si është ky rrugtim për ta gjetur... Që përgjigjen për pjesën pra vullnetit për me u bashku me forcat e tjera opozitare. Partia Demokratike e ka shtrirë dorën ndaj partive opozitare, i vetmi kusht që nuk pranohet nga Partia Demokratike është që Partia Demokratike mos më ekzistu. Pra ka parti politike që i kërkojnë Partisë Demokratike, ti mos ekzisto, ti zgjill kryetarin që të thojmë ne me zgjell, ti vendos statutin që dhe atëherë bashkëpunojmë ulen në ndryes. Kjo nuk qëndron, pra, kjo nuk mund pranohet si kusht. Gjitha kushtet tjera janë pranuar nga Partia Demokratike. Në zgjedhjet e pjesshme, Partia Demokratike pranoi kushtin që vendosi një parti e vogël që nuk kaloi as votat e Tomdoshit, siç është Partia Mundësia, pranoi kandidat e Partisë Mundësia. Në vazhdim, ka pranu thirrjen për një ndryes ku nuk bën pjesë kryetari i Partisë Demokratike dhe ka çuar kryetarin e saj. Ndryes thirrën nga zoti Hasimja me një grup tjetër. Përpara fola për kushtin që vendosi zoti Shehaj. Dhe gjitha këto, pra po marr dy shembuj, po ka shembuj të tjerë plot, tregojnë që Partia Demokratike është e hapun me bashkëpunu, duke pranuar pra një peshë edhe më të madhe se sa pesha që kanë këto parti të vogla, por nuk mund pranojmë mos ekzistencën e Partisë Demokratike për mu fut në bashkëpunim me partitë e tjera më të vogla. Migen, bashkë ishim në studio 2 javë më përpara në zgjedhjet një tjetër lloj. Ishim kur zoti Berisha ishte një lloj votbesimi më shumë. Mendoj që kuvendin çfarë more nga gjithë ajo çfarë u ofrua për ju që ndoqët nga jashtë, nga larg. Ishte shumë interesante sepse kur ishte procesi zgjedhjes dhe numërimit votave për kryetar, përgjithsisht të gjithë drejtuesit edhe ata që ishin përgjegjës për komunikimin, mundoheshin ta anashkalonin si ngjarje zgjedhjet për kryetar dhe thonin që zgjedhjet e ardhshme janë të rëndësishme sepse aty duhet të zgjedhim të rinj, duhet të zgjedhim energji të reja, lider të pasprovuar, gjithçka që nuk është kryetari i Partisë Demokratike sot. Dhe unë sigurisht që nuk besoj që problemi qëndron tek një ekip i ri apo tek Tedi në vetvete që sigurisht mendoj që për profitin e tyre bëjnë një punë jashtëzakonisht mirë. Po nga ana tjetër unë nuk mundet që ta neglizhoj faktin që Partia Demokratike në thelbe ka humbur aftësinë për të kuptuar realitetin, për të kuptuar në çfarë niveli po operon. Dhe një është që është bazike që nuk e kupton që ka humbur zgjedhjet. Cilat zgjedhje? Zgjedhjet e... Një palë zgjedhje që zgjedhjet e kaluara. Dhe parlamentaret, po. Se ka kuptuar? Si se ka kuptuar? Nuk e ka kuptuar. Domethënë, po ta vini re, të gjithë makineria politike e Partisë Demokratike tenton thonë që u vodhën zgjedhjet, këto na u rrëmbyen, këto një e tjetra, po nuk pranojnë humbjen. Dhe ka një problem të madh në politikë kur ti tani raporteve ndërkombëtare ne të gjithë sepse situata në fjalë. Shiko, sepse ne të gjithë ndonjëherë ndihemi në presion pse i ushtron kritik opozitës kur qeverisja është shumë e keqe. Dhe ne bijem dakord që qeverisja është në nivelet më të këqija të veta. Po do duhet që si qytetar të kontribuojmë që ajo që duhet të sjellim, si duhet të vijë dhe nëse nuk vjen dot, pse nuk po vjen. Dhe unë mendoj që një nga arsyet që Partia Demokratike, pavarësisht formalizmit, të cilën mundohet të bëjë me forume të mëdha, me zgjedhje të nivelit të dytë, në thelb e ka humbur betejën me njohjen e realitetit. Ndërkohë që në Partinë Demokratike trumentohet që kryetari i partisë Berisha e ka unifikuar partinë. Dhe operon mbi një të pavërtet. Pse është e pavërtet? Nuk është e vërtet, sepse partia, kur bëhet një luftë e brendshme, bëhet për të triumfuar dikush që absorbon dhe pjesën tjetër. Sot ne votën e Partisë Demokratike në zgjedhjen e kaluara e kemi të fragmentarizuar. Ka humbur diku tek 200.000 vota, të cilat ka kaluar edhe në parti të reja. Pra, jo vetëm që së brendshmi nuk e ka unifikuar
pra le temi fraksioni Basha, apo fraksioni Saliajni, apo nuk e di kush tjetër brenda asaj që ka qenë Partia Demokratike, nuk mundën që të jetë një realitet përbashkues, pra figura e Berishës, ndërkohë që në komunikim reflektohet si përbashkues. Nga ana tjetër thuhet që ne do garantojmë dhe do sigurohet një bashkim i opozitës. Dhe këtë ne nuk jemi duke e parë sërish. Sot endoj që kuvendi ishin mbi 1000 delegat. Vetëm një ndërhyrje të vogël të shifrat edhe s'na presma. Nuk është e vërtetë që votat që iken opozitë shqiptare shkuan tek partitë e vogla. Partitë e vogla kanë marrë aq sa ka marrë LSI-ja në 2017-ën. Partia Socialiste është rrit në vlerë absolute në vota. Pra ka është ulur. 800.000 vota ka. Jo, është ulur. Nga 2013. Nga zgjedhjet e kaluara Partia Socialiste numëron rreth 30.000 më pak. Ka 800.000 vota pra në proporcional, pra në raport me përqindjen jam të fol, sepse është ul komplet numri i votuesve. Por po them në përpjestim me atë që është votu, Partia Socialiste ka rritjen më të madhe. Pra se çdo parti tjetër mbledh pra PD, PS dhe të tjerat. Po absolutisht Partia Socialiste në proporcionale, si më thënë, në përpjestim, se s'po shpreh mirë. Në përpjestim me votën që është hedh, është rrit. Ndryshe nga gjitha partitë e tjera. Pra, vota që nuk ka shku tek Partia Demokratike, nuk ka shku tek partitë e tjera. Sepse t'ishte kjo, atëherë do t'ishim duke diskutu. Kjo është eksaktësisht kështu si po them matematikisht. Sepse nëse i mungojnë 200.000 Partisë Demokratike dhe 160.000 janë shpërndarë në parti që nuk ekzistonin më përpara dhe sot i kanë. Nuk llogaritet në vlerë absolute. Nga ana tjetër kemi dhe mungesë të votimit. Ka ullje të numrit të votuesve. Tani unë për këtë isha duke folur pak që në përqindje Partia Socialiste është rrit. Dhe këtë po ma vërteton para shumë, aftësia për të kuptuar realitetin në të cilën ndodhen Partia Demokratike ose fuqia e mekanizmit është një pikë e dobët dhe edhe këtu po demonstrohet për të orvatur për të kuptuar që ajo që i ka ndodhur Partisë Demokratike nuk është e vërtet dhe ne duhet të shprikim mekanizma sui generis, xhiro në për Shqipëri. Se kuptojnë thoni që janë humbur prap. Këtu po i rikthehesh. Po tani shiko, nëse ne bëjmë të njëjtën gjë dhe presim rezultate të ndryshme, mund të shtoj diçka. Kjo është e pafalshme dhe për Partinë Demokratike që është më e madhja në vend, unë mendoj që më së paku, si në çdo traumë që mund të kalojë një individ, do duhet më së paku të njohë gjendje në të cilën është. Dhe unë konstatoj që Partia Demokratike ka refuzuar prej vitesh të njohë gjendjen dhe realitetin në të cilën ndodhet. Dhe faktorët që e çojnë në të përpasojë ka të pamundur që të ndërtojë hapa të garantuara për të fituar pushtet. Dgjoj. S'po kupton çfarë ka ndodhur PD? Jo, kur vjen i zhveshur nga ansia politike dhe flet si spektator, mund ta shohësh edhe atë që thot Tedi dhe atë që thot me Mariglenin në mënyrë më të thjeshtë. Edhe unë besoj, edhe e kam thënë, që problemi që është parkuar në opozitë është problemi i zgjedhjeve, jo brenda saj, po brenda Shqipërisë. Është e vërtetë që në 2025 të gjithë ne morëm më pak vota se në 2021. Por problemi lindi më herët se 2025 është problemi 2021. Kur u pengua me çdo mjet të rotacion, u ndryshua në mënyrë të njëanshme kushtetuta, fondet e rindërtimit, domethënë koalicionet u prodhua kushtetuta u ndryshuan në mënyrë me konsensus, nuk u konsensus në 5 qershor u ndryshu konsensus. Midis dy liderëve të partisë. Është vërtet, u shkel konsensusi. Futur se është historike kjo, nuk lë vend për interpretim. 2020-ën. Po që 2020-a çfarë të solli? Solli heqjen e koalicioneve. Solli pastaj përdorimin. Po më ti ke problemin te vota, ke vota më pak, pse e llogaritmi koalicione? Në momentin që në koalicioni ti ke vota më pak, i ke faktum aty. Pra se nuk do bëjmë historinë e gjithë tranzicionit. Nuk them që drama, trauma që u parkuan në opozit lindi nga problematikat me zgjedhjet, që nuk janë të PD-s apo të partive të tjera, janë problem jonë. Do me thënë si shoqëri, sepse e kemi dhe pjesë të një raporti që është shumë e rëndësishme që këta ta kthejnë në një raport pune për ndryshime që duhen bërë patjetër në kuvend, sepse është një rrugtim që duhet si shoqëri ta ndërmarrim për të hequr dhe këtë pretekstin e zgjedhjeve, sepse nëse ne futemi në një proces shndërtimi edhe për sa i përket zgjedhjeve që janë futur te kapitulli themeloreve të negociatave që ne duhet të mbyllim, ne do të pësojmë patjetër një ndryshim, por sigurisht
trauma që ka pësuar opozita këto 5 vite, unë e shoh gjenezën të problemi zgjedhjeve. Sigurisht, në gjykimin tim, më shumë se çka qenë reformuar në 2021 në opozita, nga pikpamja e imazhit edhe e një ekipi figurash, nuk ishte për të ndodhur në 2025. Megjithatë, kur u pengua me çdo mjet ndryshimi, ajo opozita bëri gabime politike kur vajti në 2021, vajti pa parlament, vajti pa këshilla bashkiake, pa bashki. Tani nuk ta bën Rama, nuk të nxori Rama nga parlamenti. Nuk të nxori Rama nga zgjedhjet e bashkisë. Nëse Rama është, jo, nuk është ashtu. Nëse Rama është i fortë në Migjen, nëse Rama është i fortë, shkojmë në vendin në zgjedhje. Zgjedhjet e fundit normale që janë mbajtur në Shqipëri janë të 2013-s. Pastaj kemi parë 2009 më mirë, se në 2013-19 kishte vetëm 2009 që kjo është çonta e shpërfundim. Nuk të jep mund të ndërtos asnjë strategji fituese kjo. Tani Jurgës Qyrben ky zotëria, Jurgës Qyrben në 2021 vota shkojnë prapë të PS-ja. Jo, prit sekond. Në 2021 Jurgës Qyrbja mori vota në Durrës. Ska e Encroçat tregon që ishte pjesë e procesit të lidhur me banda. Unë po mbroj Qyrben, po çfarë ka kjo analizon situatën e normalitet. Se tani ti po e bën këtë, po më çon mua këtë që them, o Miguel, jo, duhet po futen kontekst. Kjo është kontekstualizoj. Kontekstit analizën. Ti po bën një kontekst, ti po bën analizën fataliste. Kjo është fataliste, kjo nuk është fataliste. Mos bësh dot asgjë. Duhet i kërkojmë llogari atij që ka përgjegjësi për të gjë. Dhe nëse zotëria që në 2021 futi Qyrben listë me firmën e tij dhe me presion e bandave, Qyrben e dekoron 2026 tregon që ky person nuk ka reflektuar që zoti Rama apo jo se pam këtë japse. Kjo është shqetësuese për mua si qytetar. Se çfarë bën partitë së brendshme, nuk të zgjuket më burr. Nëse ne ndrojmë temën dhe flasim për Partinë Socialiste, lidhjen e krimit, unë jam dakord të flasim. Si shqiptar mua më intereson agoraja publike. Në publik mos më vinë pozitë të përdoret shteti për të nëse ne do flasim për Partinë Socialiste dhe lidhjet me krimin, unë jam dakord ta kthejmë moderatorja ta ndryshojë dhe të flasim edhe të rim këtu. Po nëse unë jam ftuar për të folur për një gjë tjetër, tani më vjen keq. Se Partia Demokratike nuk është parti fituese, nëse pastaj për ty janë, nëse për ty janë si arsye. Po ja pra ja pretekstin nëse është ajo. Po bro, ja heqni me pretekstin Shkodani. Ti mbani lider, mund ta bëj një ndryshim të vogël. Bëj gabim primare. Prish marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe ta ka farin ty Rama, ta ka farin Qyrben, që ka sigurisht. Unë kam harxuar 5 vite të jetës time për të bërë këtë sherr. Dhe në fund të këtë sherrit, qytetarët në 2025 votuan edhe ndan raportet e forcave. Nuk e përcaktojmë dot ne nga jashtë me gojë. Ne mund mos ta votojmë, mund të jemi kritik dhe patjetër se opozita nuk është lule mos më prek. Shumë mirë bën. Por kur bëjmë analizën, po mund të themi kanë njëtin lider. Shikojmë kontekstin, ky lider si do të pushtet apo jo, bashkon dot apo jo shumë. Por kur bëjmë analizën më të gjerë të fenomenit, ne problemi me zgjedhjet e kemi si shqiptar, jo si parti. Kaq do me thënë pastaj unë te ky debati për dës jam i lodhur, unë mund të t'i kërkoj Gretës Toj kur sulmon Amerika në një shtet dhe vije komentoj si ekspert marrëdhënie ndërkombëtare dhe është më e thjeshtë, por në qoftë se nuk zgjidhim këtë problem, ne do riciklojmë të njëjtat kriza. Dhe në qoftë se kriza e demokracisë është shumë e gjerë, sepse sigurisht pasqyron është si janë në komunikim. Po nëse pajtohesh me Miguelin, dhe Migueli nuk është kundra kësaj që ti thua. Migueli çfarë po prodhon dakord thotë që Rama i vodhi, po do thotë dakord që Rama i ta japu zgjidhjen këtë vendin e madh. Do të komentojmë në gjuhë që mundet ta sjell ky vendi që bëri sot. A mundet t'i jap avantazhe politike Partisë Demokratike? E kam unë përgjigjen. Unë të them këtë. Tani ky event i sotëm është eventi një partie politike që ka 50 mandate. Debat partie, nuk është debat publik. Jo, është publik. Ai është publik. Ne kemi gabim këtë. Nëse do na më partia jo me para publike për të mjaftuar. Ne para të tasave të qytetarëve. Nëse po folin në tre nuk dëgjohet asnjë gjë, është parti që do të marrë pushtet. Unë kam një zgjidhje. Siç nga ajo private që nga kjo parti. E ka një zgjidhje me zgjuar ndërjush, po kam një zgjidhje modeste. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Problematikat janë evidentuar jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga ndërkombëtarët. Dhe unë dua që këto parti politike që na përfaqësojnë në parlament të përgatisin një platformë bazuar mbi pikat e raportit të Ibarit dhe të shkojnë
të bashkuar, sidomos opozita, në kërkesat e veta për ndryshimet, për të hequr problematikat me zgjedhjet. Kjo është detyrë e tyre. Pastaj se këta është përdorimi i shtetit apo jo? Ja po ta them. Është përdorimi i shtetit në fushat. Ke ndonjë propozim të Partisë Demokratike në reformën zgjedhore? Se cilat janë rekomandimet për të shmangur përdorimin e shtetit në fushat? Po pse duhet të thënë? Para njerë ka ligj për këtë. Ligji në Republikën Popullore, se quaj popullore të demokratike të drejtën, kam droje ta quaj, është e këpërcaktuar. Kërkon mos përfshirja në administratës publike, mos përdorimin e aseteve publike, mos vënje në dispozicion të gjithë infrastrukturën shtetërore në dispozicion fushat. Është ligji, nuk ka nevojë. Dhe fatmirësisht, dy kahet tonat politikës kanë pas momente në arkun kohor të 35 viteve që e kanë dëshmuar respektimin e këtij standardi. Nuk them gjithmonë, por ka pasur evente zgjedhore që e kanë. Tani, ka dy gjëra që mendoj unë se janë pjesë shumë edhe pa përsëritur. Tek opozita ka një perceptim publik, që opozita nga ka krijuar bindjen që ka kohë në dispozicion për të qenë opozitë. Ndërkohë që me çdo opozitë duhet ndodhë e ndryshmja. Mbi 10 vite. Thotë që nuk ka më kohë për të qenë opozitë. Dhe këtë gjë opozita duhet ta kthejë ke perceptimin publik. Ndërsa në mënyrën se si ndërton gjëra. Se gjithë ajo që ka ndodhur sot, unë e thash dhe pak më parë dhe po e them. Mi gjeni e cilësoj traun këtë, që s'arrin ta kuptojnë. Në pikpamjen formale, ajo është një gjë e bukur, elegante, e kuruar e tjerë. Në pikpamjen përmbajtësore, pastaj ha diferenca. Sepse opozita nuk e ka komoditetin të ketë qoftë dhe një eksponent të saj, ta ketë jashtë perimetrit të vetvetes. Pse? Sepse tek e fundit nesër bën llogarinë e çdo vote. Po është aq e thjeshtë për të bashkuar të gjithë elementet. Në rastin e një eksponent. Jo, nuk është puna. Opozita gjën programore që duhet të ketë sot dhe kush më shumë se sa forca kryesore e opozitës e ka këtë detyrë. Nuk mund ta bëjë një parti tjetër, qoftë sekondare, qoftë minore, nuk e bën dot. Vetëm partia kryesore. Dhe si e ndërton? Duke e thënë, duke shndruar në platformë, në qoftë se nuk keni besim ndaj meje si kryetar, unë gjej një modus, gjej një forum që merr të gjithë tagrin për ta realizuar këtë projekt. Se është projekt, çështja e bashkimit të opozitarizmit në Shqipëri duhet jetë projekt, por tek ne nuk e konceptojmë projekt. Ne e konceptojmë, jam unë i pari, hajtë bëjmë çik zgjedhje. U zgjodha unë kryetar, hajtë bëjmë çik zgjedhjet pastaj. Jo, nuk është kjo zgjidhja. Kjo është tamam parashoqërore. Ky është koncept parashoqëror. Jo, të zgjedhim çik se po zgjidhemi kryetar unë, tash hajtë bëjmë zgjedhje demokratike. Po kjo është kush kjo nuk reflekton as Ku ti shërben, thotë. Dhe për të ikur nga kjo çështje se ne nuk sjellim ndonjë gjë të re me këtë. Tani ajo që unë mendoj që sot ka diskutim dhe që është problematike. Ora, si e ndërton kontrastin opozita? A ja bëjmë pyetjen? Po kjo është kur e them kontrastin, kur them kontrastin më kupton drejt se nuk e kam fjalën për. Si diferencohet nga Partia Socialiste? Ç'u shpjegoj unë. Domethënë, përballë alternativës Partisë Socialiste, dhe këtu flasim që nga 2013 dhe deri sot, ndërkohë që po themi Partia Socialiste fut te këto përdhënuesit në grup kriminalet, pra 19 që ka zgjedhur vetëm dekriminalizimi, pa u fut më thellë. Partia Demokratike, sigurisht që nuk mund të pëlqejnë gjithë ekipi, programi, sillte njerëz me një autoritet të lartë publik. Nëse Partia Socialiste kishte në 13 vite program Tallava, Tepsi, Timon, Partia Demokratike kishte një projekt qartë. Sigurisht që mund të kishte debat, a ishte a qëndronte, nuk qëndronte, apo a kishte hapësina për mu përmirësu, por gjithmonë ka pas një program qartë. Sot prap, në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, u fol qartë për disa linja udhëheqëse, pra në kuptimin e programit, në kuptimin e objektivave që ka Partia Demokratike, fundi i mjerimit, fundi i shpopullimit, kthimi i dinjitetit, fundi i korrupsionit, fundi i organizatave kriminale, ta marrësen që mos ashtu vetëm të çojë deri në fund logjikën, ama ne diskutojmë. Pra, Partia Demokratike nuk është e vërtetë që nuk ka diçka konkrete. Por Partia Demokratike, për më kthy tek ajo që u tha më përpara, nuk është prokurori, nuk është polici. Një parti politike ka detyrimin me bë të qartë pasqyrën e realitetit në Shqipëri. Dhe këtë bind gjithë dakord, thonë, po, bind dakord për këtë që thoni. Dhe
heku një element i cili është pasqyrën e kush realitetit e e media. Nuk është parti opozitare. Parti opozitare ndërton ekip dhe ndërton modelin që na mungon në raport me atë që po na drejton. Jam krejt dakord. Një vend demokratik atë bën shoqënia civile, e bën media, e bën prokuroria. Në Shqipëri këto role i ka marrë Partia Demokratike. Pra gjitha skandalet më të mëdha i ka zbuluar. Mbase kjo është arsyeja që nuk vetëm ta çoj në fund logjikën. Pra Partia Demokratike është aktorja kryesore e zbulimit të skandaleve. Gjë që nuk ndodh një vend normal. Unë kam jetuar në Francë, nuk e di se partitë opozitare çoshin përpara skandalet. I çoshin mediat, i çote prokuroria, i çote shoqënia civile. Në Shqipëri po këtë rol po e merr Partia Demokratike. Dhe ne kena kriju keq kuptimin që Partia Demokratike duhet me bë tana rolet që ka një shoqëni. Ne kena arrit me bë pasqyrën e qartë që bin gjithë dakord. Po e dina, por harrojnë me thënë kush e qartësoi këtë situatë. Partia Demokratike. Tashi, një vend normal duhet çohet kundër kësaj. Jo domosdoshmërisht sepse protestat nuk janë thirrje për vot. Thirrjen për vot e bëmë në 2021, e bëmë në 2025 dhe ndërmjet përbashkit. Ne kur thrasim protestojmë, hajde çuna kundër këtij sistemi, pra që bin gjithë dakord. Sepse shoqënia shqiptare një farë mënyrë është dorëzuar. Po sigurisht që një nuk mendoni që mungon frymëzimi nga Partia Demokratike? Po ja, pra unë jam të shpjeguar që nuk është çështje alternative. Zoti Xhipa tha që duhet të funksionojë kështu, duhet të funksionojë kështu. Në matematik ka sistem ekuacionesh pa zgjidhje. Dhe sot për momentin jena një sistem ekuacionesh që nuk ka zgjidhje. Sepse fakti që gjithë bin dakord që fataliste, ka zgjidhje, do të thënë nuk e shohin realitetin për pas mund ta korrigjojmë në shumë sistemin e duke u nisur nga problemi. Jam dakord. Okej, jo, se kur e thua nuk ka zgjidhje. Hajde vendos kuptojnë shikuesi. Kandido me drejtimin e PD-s, shiko, ka zgjidhje apo s'ka? Sigurojmë që ka zgjidhje. Ju keni inteligjencë artificiale, diskutoni akoma për ekuacione. Jo, më dakord, edhe në inteligjencë artificiale po ti fush sistemet e ekuacioneve. Jo, ka dilemat më matematikë që nuk janë zgjidhur akoma sot, as me inteligjencën artificiale. Tash ekuacionet politike shqiptare nuk janë aq të vështira. Shikoj, nuk thash se janë shumë të vështira. Por interesat i mbajnë ekuacione, duhet në fakt nuk janë ekuacione. Duhet në shohim një ekuacion që ne nuk e përmendem aq sa duhet, që është shoqënia shqiptare. Pra sa duhet të reagojmë në qoftë se ne shohim që për rritjen e çmimeve çojnë vetëm 9 persona, që për kapjen e territoreve të shtetit shqiptar çojnë 10 persona dhe që për çështjet politike të opozitës shqiptare mushen sheshet, pra këtu ka një pikë pyetje të madhe. Konstatimi juaj shumë i saktë, unë e respektoj plotësisht. Kjo është detyra jonë këtu në studio, thonë. O vëlla, çoj shoqëni shqiptare që na eliminojnë edhe ne, nëse ne nuk jena frymëzuese. Dhe nuk do të gabojmë. Nëse ne nuk frymëzojmë sa duhet, na eliminojnë. Jo, kjo është krejtësisht e gabuar ti votë lirë ta marrësh incentivin këtë. Unë nuk do t'i marr. Shiko, unë jam replik, po vetëm duke dëgjuar njëri tjetrin. Unë jam dakord me juve. Po e di ku qëndron problemi. Kjo mënyrë, kjo narrativ informalizon ndërgjegjen. Dhe ne kemi informalizuar ndërgjegjen se jetën shoqërore. Logjika ime apo logjika e përgjithshme? E përgjithshme, jam dakord. Jam krejt dakord. Kur informalizon ndërgjegjen, mos pretendo më që të kesh ideale. Nuk e ke, se ne kemi informalizuar. Kemi në pjesën e parë të emisionin e folëm për bjerjen e përkatësive doktrinare dhe identiteteve politike. Në diskutimin që po bëjmë sot, ne duam flasim me real politik dhe nga ana tjetër kemi informalizuar ndërgjegjen. Por në qoftë se ju jeni rast që keni ardhur në forumsinë e drejtimit të një partie, natyrisht kufizuar se unë e di shumë se çfarë vullneti dhe aspirate individuale keni për përfaqësimin, që të jemi të sinqertë. Por aq të jepet momentalisht me kalimin e kohës. Edhe nëse është e vërtetë, nëse është e vërtetë disa dimensione, është detyra e çdo dukuria e uzurpimit dhe delegimit të përfaqësimit në Shqipëri është e njohur dhe nuk ka nevojë. Po do ta provosh. Unë jam dakord, do të ritakojmë përsëri në medium me bashkë dhe unë jam qysh 14 vjeç. Pra nga ngjitja e postrave deri tek drejtimi i një forumit, unë këtë parti jam, pra nuk jam naiv. Po pra, po unë jam një gëzështar dëshmitar se sa gjenerata dhe spastrime janë bërë në historinë politike të partisë. Si në çdo histori politike, çdo parti në botë, sepse është luftë, raport forcash është politika. Siç është gazetaria, pra, edhe këtu kush zgjell më bëj emisionin e shtunës, emisionin e terës është një betejë që momentalisht ju vini me korasë se ne përfaqësojmë të ndryshmen. Nëse ti e përfaqëson të ndryshmen, kur them ti nuk e kam me ty personalisht, po them. Tash po flasim me subjektin, nuk po flasim. Ju e bani fataliste se na thonë neve që juve nuk ju japin hapësinë. Nuk është e vërtetë. Jo, nuk jam fatalist. Unë nuk jam fatalist. Mos njofton Shqipëria për hapësinë që ka Partia Demokratike. Ja, këtu ngatrohesh. Është recidivizmi juaj që duket sikur unë jam fatalist.
Po pra ju më thoni mos të japin hapësina, mund të japin hapësina. Politike, Më morën nga Franca më dhanë mundësinë me dal kandidat i Partisë Demokratike, nuk është pak. Se ke filluar rrugën akoma. Unë thashë kam filluar para 20 vitesh. Durimin si kundër e kam pas, sepse unë jam në të njëjtin pozicion. Këtë koment të bisot, ndryshe nëse unë shikoj që substanca dhe përmbajtja politike... Situata është shumë demokratike se sa jashtë saj, këtë ju sigurojnë. Nuk provohet atëre patje. Nuk provohet në opozit një forcë politike. Provohet kur ka barën e administrimit dhe aty. Po këtë s'mund të kalojmë hipotezë. Këta urojnë që të vinë sa më shpejt në pushtet, që të kemë mundësi dhe për ta provuar. Duhet të i kalojnë vetë, se në atë po të themi. Okej, duhet të i kalojnë vetën, pa dyshim bërë shumit, nëse. Nëse ky është problemi, nuk është. Gjonatani tha, e nise kështu, uroj tha që ky kuvend i ditës së sotme që solli këtë lloj procesi të qetë, të mirë, të organizuar, i arrit të mbledh rreth 1000 delegat, po ashtu procesi me sa duket dhe vëmendjen e tyre, patjet e profesionit ndërkombëtar e tjerë, uroj që të jetë një augur i mbar që Partia Demokratike po bëhet bashkë një fjalë, e thënë edhe gjithashtu dhe nga gata. Po Enver Hoxha e reformonte çdo 3 vjet, 5 vjet partinë më. E ka rësën Partinë Demokratike. Shko, ne kemi një shoqëri të polarizuar. Aq të polarizuar sa ndonjëherë për shkak të 35 viteve që shqiptarët kanë mësuar me njërin o me tjetrin, rezulton që edhe kush s'ke parti mund të kesh votues. Dhe kjo është duke i ndodhur Partisë Demokratike sot për fat keq. Të lexosh realitetin shqiptar vetëm me syt e Sali Berishës, unë mendoj që është një gabim i madh. Nëse sot thua që nuk ka një shoqëri që reagon, unë besoj ky është më mos lexosh realitetin. Prej dhjetorit, nga ku unë i kam matur statistikisht, deri më sot në Shqipëri ka një ditë po, një ditë jo protest, mesatarisht. Nga kush, nga shoqëria civile? Në qytete të ndryshme, parti të ndryshme, çështje të ndryshme, një ditë po, një ditë jo, ta garantoj unë. Statistik. Një ditë po, një ditë jo. Ka organizuar Migeni një protest për çështjen Balluku, ishte Migeni, isha unë, ishin dhe 7 të tjerë. Po ti mbledhësh të gjitha. Po ti mbledhësh të gjitha. Po ti mbledhësh të gjitha, 8 veta këtu, 5 veta këtu, 10 veta në Pogradec, 12 në Rion. Kudo, në Shqipëri ka pas protest. Tani problemi është që një opozit që nuk e merr incentiv këtë, që kur ka kaq shumë qytetarë që në mënyrë të shpërndar organizohen për të protestuar dhe nuk mundet që të gjendet gjua dhe komunikimi politik për ta përbashkuar mesazhin e të gjithëve, problemin e të gjithëve në një paketim të vetëm, sigurisht që duhet të jetë një qasje kritike ndaj forcës më të madhe opozitare. Por si ka mundësi që kudo proteston dikush dhe unë nuk e përbashkoj dot këtë energji. Ti ku më vete, groni më vete, PD-ja më vete. Duke votuar 90% atë që hequn ujin. Tani, duke votuar 80% atë që i mbjellën tonë. Unë po them protestohet më zotri. Unë po them protestohet. Problemi është që protestën nuk e kapitalizon dot njëri politikisht. S'është vërtet. Që ta mbledh një mesazh të caktuar. Nuk e kapitalizon kur mobilizon më shumë se askush tjetër, por se çdo aktor tjetër Partia Demokratike. Unë jam dakord që mobilizon më shumë pse njofun. Pse ju paraqykuani që në atë mobilizim nuk janë këto, po themi këto burime, po themi revoltet popullore, pse ju nuk mendoni që shkojnë tek oqeani, ndoshta për ju nuk ju frymëzon Partia Demokratike, dakord, kena punë me bë akoma, por nuk është e vërtetë, që do të thotë për të bërë mekanizëm fitues, se e nisa pak më parë me diktatorin tonë, i cili ndryshon të aparatin qeverisës, çdo 10 vjeçar, i fuste burg, e reformonte, dhe tani, Partia Demokratike ka hapur, Partia Demokratike është partia me gjitha partitë politike që bolshevizmi. Po s'është e vërtetë, por kjo. Po si që nga e vërtetë. Cinizëm, bro. Demokracia e brendshme është zero. Po s'është e vërtetë, është partia që përjashtohet. Po kush tha? Kush e tha? Ne kishim një palëzjedhje. Ai që del kundër kryetarit, po kishim një palëzjedhje parlamentar. Po kush e tha? Ne kishim një palëzjedhje, ja sa mbaruan. Po kush e tha? Kandidatët ikën. Po je pra ai që doli kundër kryetarit të Partisë Demokratike është një nga personat më të rëndësishëm në Partinë Demokratike, zoti Bardhi. Ai që doli kundër kryetarit të Partisë Demokratike u kthy në kryetarin e Kutet Basanit. Që nuk janë kandidat. Edhe një herë, nuk është e vërtetë më. Po s'është e vërtetë. Shikojmë nëse kena këtë diktatorin që pasqyroni ju. Po kjo është e rëndësishme ta shikoni. Po diktatorët nuk japin hapësinë kërkujt çe ku e keni diktatorin në qeveri. Ai që i del kundër shuhet. Për interesin e qytetarëve kjo është mirë ta shikoni që është kështu. Po më ne e shohim, sepse nuk do mund
mund ta korrigjonin nëse nuk e bëni këtë. Ne nuk jena rahat me veten tonë. Pra ne jena gjithkohën duke bë betejën e jashtme dhe betejën e brendshme. Jena një parti që ka debat të jashtëzakonshëm me asaj. Është partia vetme që bën zgjedhjet të mëshme dhe nuk është e vërtetë që ka gard zero. Un kam, domethënë janë bërë 10 gare. Por Partia Demokratike ka lindur që të shtonte një emër përveç Ramiz Alis, ta bënte plurale sistemin dhe ty pas 35 vjetësh e fut me një kryetar me bazës e lajm krejt ky debat. Po tash e ktheni me Ramiz Alis. Po ju po e ktheni bolshevizëm ky debat. Po të them për një sistem të mbyllur ta lexoni atë Katovice me një gazetar dhe komentar. Dakord, më ka hapësinë sot. Serioze kjo. Kush unë merrem me gazetar. Ti do zgjedhësh palën tjetër, por jo gazetarin. Ju jeni politikan i ri dhe nuk ju lejohet kjo gjë. Tash prapë kthena te ky kafazi i politikan i ri. Unë jam të thënë një gjë. Unë jam një gjë. Që kishte shumë vlerësimi apo një lloj mundësie të re. Po pa shkafas sepse është reduktiv. Unë se quaj vetin tri. Pra unë se quaj vetin politikan tri. Nuk besoj që është unë nuk jam hiç tek raporti i vjetër. Ju jeni politikan i maturuar edhe nuk ka arsye pse ta biesh te kjo gjë. E the njëherë sepse nuk do na më marr me mua. Unë thash që po tash ne jemi bashkë bizedues. Jo pra, dakord. Po jo pra, s'do na më marr me çështjen tënde, po merren me përgjithësi. Po them se ju kur tham gjua e merr bazës apo kujt qoftë, unë tham që është radikale si gjuhë kundër Partisë Demokratike dhe është reduktuese si gjuhë. Që unë e kundërshtoj si gjuhë. Pra, kam drejt me ja thënë nuk fyva zotnin, se i thash që nuk duhet me folë këtë gjuhë, siç po më thët zotnia që kena ne një gjuhë bolshevike, që prap nuk e marr për ofendim, por e kundërshtoj. Tashti, Partia Demokratike, thush që Partia Demokratike ka 0 garë, unë kam bërë pjesë në disa gara, kam kënë garë në prejmarët e Partisë Demokratike dhe nuk e quja më fal, brendin e garës ju e keni shenjuar po dhe në 45 vjetë ti ishe i lirë të mendoje. Po nuk është një të krahasosh me Partinë e Verhoxhës, Partinë Demokratike. Më fal sekond. Se Partia e Verhoxhës ishte regjimi që imponoi të gjithëve. Këtu ke një spektër gjërpartish. Tani nëse këta duan të zgjedhin këtë person, do me thënë, zgjidhni partinë qenë kundër, po këta kanë zgjedhur. Ne të zgjidhim dhe ne. 99% është njësoj më populli vit. Ju mendoni që nuk është legjitim Berisha. Ju mendoni që nuk është legjitim. Ju mendoni që s'ka shumë i bëjnë dëshira për të pasur ndryshim. Tani të rish 35 vite me një e korrigjojnë. Gjoni, nëse ne bëjmë të analizë, duhet ta bëjmë për gjitha partitë politike, më thoni ku është Partia Demokratike politike në. Po ne voteni për këtë që do të vinë pushtet, se nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta garanci. Ti pushtetin mund ta mbash me diktaturë, por nuk mund të vish me diktaturë në pushtet. Meloni në Itali është e pasfidueshme brenda partisë. Ai është ajo që e drejton prej ka fituar me 90% votave. Po çfarë garanci më të janë dy kultura të ndryshme. Është e njëjta 96%. Ju mendoni që nuk ka shumicën në zoti Berisha brenda Partisë Demokratike. Okej, se kanë ndonjë. Po do ta lexosh, më lexoj, po çfarë gjë zotin Berisha? Një minutë. Po të thotë Antarësia Partisë Demokratike unë jam i bindur që voton masivisht zotin Berisha ose drejtues. E shohin si drejtues, si lokomotivë kësaj betejë që do bë. Çka ka të keqë këtu? Të them diçka dhe se nëse ju s'ka të keqë për ju bisedën gabim. Nuk është ky, nuk është ky. Është manipuluar zgjedhjet. Jo, s'është e vërtetë. Jo, ne kërkojmë një korrektesë terminologjike ndaj ju. Se e zgjidhni zoti Berisha apo jo, kjo është çështja juaj dhe ne dakord, s'ka fare, nuk futemi në këtë. Shumë informacion. Më fal, jo ta mbaroj kaba, se është vetëm kjo. Vetëm ne terminologjikisht kemi të drejtën t'ju themi që ju mos e përdorni gar kur nuk ka gar. Keni rizgjedhje referendum, por gjithsesi nuk ka si nuk është garë, nuk e themite, se çdo opinion, dhe sidomos ne jemi ke hiseja e opinionit shëndetshëm këtë gjë, nuk kemi patologji. Aty përgjigjem për garën të referendumit, edhe po lë rollin pjesë tjetër, se po duket sikur është informa shumë ndrymë. Tashi, tek ajo fleta votimit që ne e quajmë me referendum, pra nuk e quajmë. Po pse e quajmë? E quajmë me dëshirë, sipas dëshirës, po jam ata statut, pasi lloj komplekse që përgjigjem tani pyetjeve. Tashi, ajo rezultati i, po themi, procesit për zgjedhje të kandidatëve përfundoi me një kandidat. Por nuk besoj që disa kandidat aventurier apo qesharak mund të ishin më mirë se sa tre alternativat pra jo kundër, për mendimin tim. Po pse i quajnë qesharak këtu? Po mirë, unë i quaj qesharak, më lejoni ju drejtën që disa propozime mund duken qesharak. Po prandaj friksohen mund kësaj partie. Po i friksohen, dakord. Dhe te kjo fleta e votimit kishte tre alternativa. Pra, nëse do të kishte pas një mobilizim të kësaj pakënaqësisë brenda Partisë Demokratike, mund të kishin shku, siç e shkruanin poshtë emrat të ndryshëm, pra
emrat në shumë kandidatë që nuk ekzistojnë fletën në formë revoltet, kishin mujt më organizu, lutem më të marrë. Unë binë paqe, po mos më thuaj është vetëm që 30 sekonda po më thuaj që është vetëm që bulgar. Kjo është 30 sekonda dhe e mylla. Pra, në këtë flet votimit kishte një mundësi për revolt me e materializu me votën pro, kundër ose abstenim. Bëj ç'të duash, nuk kam problem me këtë unë. 30 sekonda burr. 30 sekonda dhe e mylla. Dhe për zgjedhja, pra përfundimin në atë pikë nuk mund të marrë ne pra teza hipotetike, pra të kishte kenë një kandidat kur më thojnë mua, pse s'dole ti ose pse s'doli ai. Këto janë hipotetike. Sot nuk kena një kandidat normal që plotson kushtet dhe që ka zgjidhur forumet me bë betejën e tij politike, që desht me kandidu dhe nuk kandidoj. Nuk po më kupton ku jam. Unë jam tek fakti që ti po mundohesh më imponohesh mua që je brenda një partie që bën garë. Po 100%. Që nuk është e vërtetë. Po 100% dhe kjo nuk është garë, ke pasur një individ, më shumë se çdo parti tjetër politike. Po tani sepse nuk ka pas kandidat për ballë. Këtu mendoj që EPP-ja ka zgjell drejtuesin e saj me aklamacion. Okej? E ka rikonfirmu Weberin me aklamacion. Ke parti pa fund që shkojnë në garë me një kandidat dhe janë krejtësisht demokratike. Shiko, kompromisi, ose si më thanë, gjej fjalën e duhur. Po them dakordësia që një person me vazhdu me udhëheq atë betejë, që ne e quajmë patriotike, s'po them gjithmonë unë që shikoj patriotike garë. Për mua Partia Demokratike do ishte fituese me ju si fytyra të para. Nuk është me pëlqim. Kjo nuk është, po prandaj po them, duhet të shëtimi i përvoja. Dhe unë nuk po mundoj vetëm për ta, nuk po mundohem t'ju imponoj realitetin. Unë po mundohem që ju të mos na impononi ne atë që nuk është në partinë tuaj, që ju e konsideroni garë. Po ta imponon, ai po të thosë se ti e beson nëse e voton në rast se Tedi do të ishte në një pozicion tjetër, pastaj unë kam dalë 4 ti maj votumin për marrën qytet me antarësi që nuk kisha përzgjedhur, pra njerëzit e mi të afërt nuk ishin të regjistruar. Dhe kjo është provë për mua, mes 33 kandidatëve, me dali 4 ti maj votumi. E kam rujt me numërus me ashtu dhe isha kandidat në listën e hapun. Pse thoni ju s'ka garë? Unë jam përçes një garë në Partisë Demokratike. Jam përçes një garë tjetër që jam zgjell drejtuesi i departamentit Brengen. 100% transparente. Ju thoni s'ka garë, po ju qesh një kot. Po jo më kjo është kryetari është shiko se e solla shumë këtë 45 vite. Domethënë përfundoj. Edhe në atë kohë ishte një krahasim shumë i fortë. Edhe në sisteme të mbyllura, ti je i lirë të veprosh sipas dëshirës tënde brenda kufive që të vjen. Miguel, të pyes unë tani për te koplikut edhe gabës, mendon që krahasimi i Partisë Demokratike me komunizmin, me çfarë ka ndodhur, është krahasimi fort apo është një po është krahasimi fort edhe është i rëndësishëm metaforike për të kritikuar, për të ndryshuar. Është e rëndësishme ta shikojmë mes këtyre parimeve. Nëse ne aplikojmë parime të njëjta të atyre të sistemeve të mbyllura, nuk ndryshon. Dgjoj, nuk ka politikë jashtë votës, jashtë kulturës politike të vendit, jashtë traditës dhe realitetit. Unë siç the ti do doja që të kishte protagonist të ndryshëm të jetës politike. Mund doja shumë gjëra. Por realiteti politik është ky. Ne mund të përpiqemi ta përmirësojmë me debate dhe është detyra jonë dhe të kritikojmë. Sfida që sipas me kanë në stadin në cilën janë këta për sa i përket të ardhmes dhe duke parë ato që janë partitë politike që i ngjasojnë nga pikpamja historiku të Partisë Demokratike në vende të tjera është mos kthehen si Forca Italia, sepse Forca Italia u dominua shumë gjatë nga Berlusconi. Kur erdhi momenti i ndryshimit të stafetës, përfundoi me 7%. Një parti që kishte qeverisur, që kishte një traditë politike të konsoliduar në tranzicionin italian, dhe kjo është sfida që kanë këta, sepse dominimi një lideri në politikën shqiptare është faktik. Unë nuk di si ta them, se unë ti e ke përjetuar nga jashtë, unë e njoh nga brenda atë gjë. Unë di që aty ka njerëz që pavarësisht se mund të duken troglodit, por janë njerëz që besojnë tek leadershipi karizmatik e tij. Dhe nuk janë gati akoma ta dorëzojnë. Dhe për Enverin çamne më. Por nuk është dëgjoj. S'ka çamë dhe një sekondë, po çfarë përfitim këto me një. Këtë po ftoj të bëjmë. Po pra, në pozitë gjë tjetër që të bëjmë çfarë sekondë shtat. Hajde shikojmë me sy, dhe të themi është mirë, është problem, nuk është problem. Pse shtesi një lider në opozitë që s'ka asnjë gjë ndaj fort, një lider që vesh shansi që të votosh një parti tjetër. Hajde i vëmë etiketën mu kaq. Po çfarë etikete do më fal një sekondë di, në demokraci ti ke mundësi ti vësh etiket,
po ti ke mi të gjitha ke mundësinë të përfaqësuarit përmes partive alternativave të tjera. Ky është thelbi. Kjo është shkretë thjesht, matematike thjesht. Ne kemi pamundësinë ndoshta të bëhemi bashkë në përgjithësi, edhe sfida që kanë këta për bashkëor opozitën është kjo, sepse njerëzit janë të gjithë primadona. Dhe duke qenë primadona e shpërdorojnë votën e tyre. Dhe çfarë ndodh historikisht, duke qenë se janë primadona dhe duan gjithë vendin e parë në atë drejtë autobus që vjen nga jugu, Jam dakord me të. humbin shansin për të krijuar një alternativë të qëndësishme dhe kjo ka për të qenë sepse bën pjesë në kulturën tonë politike të deri tanishme. Prandaj unë besoj fort që sfida jonë është rrugtimi evropian dhe kushtëzimi që po na imponohet për të përmirësuar përmes këtë shtetformimit të ri që po bëjmë, edhe shoqërinë tonë duke pasur mirëqenie ekonomike, një shtresë të mesme që të jetë reflektive, mos të jetë shantazhueshme. Domethënë, këto janë sfida. Pastaj ata mund të vendosin të shuhen. Po sfida është dhe i gjeneratave. Tani kjo pyetje mbetet për review. Se mbarume? Se kam unë të betej. Mbaruam, fatkeqësisht mbaruam. Mira, mund të bëj vetëm një pyetje dhe nëse na cmon ajo. Krahasimi është i pa drejt. Mundena me kritiku sa dush Partinë Demokratike. Po thosh të shti. Një parti politike, sepse unë do të thënë, unë kam nëse e kam përmendur edhe një herë tjetër në atë studion aty në Gjit, që unë kam nëse gjithë motorët politikisht në thojza, në ditën më të vështirë Partisë Demokratike. Pra nuk ka asgjë që më përfitu në Partinë Demokratike. Ka vetëm kosto. Dhe ju na thoni ne pas kena frikë ne, dhe s'kena frikë mi dalë përballë një regjimi që minimumit persekutan. Dhe ju e krahasoni këtë parti politike me një parti tjetër e cilat vritën që se delë shëkundër. Të që ku qëndërën krahasimi që ju bani? Me Enver Hoxhën dhe partinë tonë, që kena ne ofru përveç besimit dhe shpresë? Që kena me ofru në Partinë Demokratike? Përjashtues për përjashtues. Jo garë për jo garë. Tani për masën e ekzekutimit pasaj aty hajde të diskutojmë. Thjesht zim, nuk takon ty me këtë inteligjencë, me këtë angazhim publik, për me bërë këtë krahasim, sepse e prish dhe bëjë. Dhe qipa, do më mbyllim me një fjalimi, me që na e sollën e këtë lloj krahasimi pak vështirë për të konceptuar. E pur si muave. Me një fjali se si doja bëri, unë nuk e di, por përvoja juaj gazetareske do më ndihmonte edhe mua për ta mbyllur me sukses në kohë. Se di, pohimi kryetarit të opozitës se kam bërë shumë gabime, por një gabim nuk e kam bërë që kam besimin tuaj, kjo është një gjë që mbetet për të parë. Aty falenderoj unë personte. Faleminderit shumë që ju kisha zoti Kopliku, zoti Gapa, faleminderit zoti Çipa, faleminderit zoti Qeragji, faleminderit zotit Pano dhe zonjës Gjyli dhe faleminderit ju që na ndoqët shihemi sërish në review nesër ora 20:00. Natë mirë personte.